Ju përshëndet Elena nga Ferizaj. Elena, shumë emrin e bukur. Faleminderit shumë. Hajde, dashur më trego, a duhet iftoj më shpesh bijat për iftar? A je vetë biti një herë, më trego? Jo, one ende nuk jam martu, po i ka motrat martume. Çka thonë motrat? Ata shpesh nuk presin edhe na mi thirrë në iftar, po vinë vetë, po edhe pse i frasëm, nusët i bojnë shumë muhabet, edhe i nderojnë shumë. Edhe është jeshi kur ti thrasin bijat në iftar. Jo, bijat e juja pas kanë arsye me ardhë. Po, valla, vinë çdo vetë edhe kur nuk është edhe Ramazan, nusët i ftojnë vetëm për qef. Vetëm për qef. Argnese, patë një piti interesant me herët, apo hajnë buk shumë, a që shka jo? Po, sa buk ju shkojnë, kër ju vinë bijat. Hajnë shumë bok, jo, për ato nuk e kemi mendimin. Nuk e ka kjo, sepse nuk është bie, nuk ka bija. Sepse sigurisht dëshira për me i pa nuk është që e mendon sa shkon ushqim apo sa shpenzon për to, Nëse ti nesër bosh bi, a ja vën si motrat e tua apo shkon më rrallë? Jo, unë shkoj vetë pa më thirr. Ende më mirë. Po, ma mirë vetë, çka gjoj që aty hasi kur tash. Po, pra, në shpitane. Ama bijat a i këshe prit, qësh i këshe prit motrat e tua? Po, normal, po. Po, Sigur, normal, se njëri ka një herë duhet me marrë me qitë vetën të parën, tani mi respektu dhe të tjertë, si kanë qef me respektu mu. Po, pra. Elena, faleminderit shumë e dashur. Faleminderit edhe për juve, jeni shumë të bukura. Shumë faleminderit.